Okej, bëjmë laminimin e vetullave së bashku. Kam gati që në verë, me sa mbaj mend që nuk kam bërë laminim vetullash, dhe ka ardhur koha që të bëj, sepse shikoni si po më rrin vetullat. Tani këto ua kam treguar dhe më përpara, po jo tregoj edhe një herë. Këtu janë të gjitha këto gërshëra e vetullave. Këtu brenda ka dhe një brisk për vetullat që i pret. Janë këto për kthimin e qerpikëve dhe spullit. Nisi fillim këtë spullin do ta kthej kështu dhe ky është balmi. Ky përdoret dhe për qerpikët dhe për vetullat dhe do ta sistemoj vetullën në vend në formën që e dua. Unë sapo e kam hapur këtë pakon se më kishte mbaruar e vjetra, se kam bërë shumë laminim qerpikëve dhe vetullave. Besoj dhe ju i keni mësuar të gjithë hapat. Në fillim vendoset numri 1. Do ta vendos në të gjithë vetullën. Jam fiksuar, dua të pres vetullat, po nuk e di, kam shumë frikë, nuk më mban. Dua t'i pres kështu, ja, këto komplet për shembull t'i pres. Se unë i pres, po i pres shumë pak, nuk e teproj asnjëherë. Edhe kam merak. Do t'i vë ato qese sipër dhe ta lë për 5 deri në 8 minuta, do e fshi dhe do vë numrin 2. Kaluan 7 minutat, e fshiva dhe po vendos numrin 2. Do ta vendos dhe numrin 2 në të gjithë vetullën. Presim për 7 minuta të tjera. Pastrova dhe vetullën nga solucioni me numrin 2. Tani po e pastroj pak me këtë cleanserin që e ka vet paketimi. Kështu duken vetullat e mia të krehura. Besoj isha shumë e qartë në arsyen sepse doja që t'i prisja, apo kam frikë. Nuk mund ta mbaj vetullën kështu dhe i bie që do ta mbaj kështu. Okej, unë do t'i mbaj kështu. Nuk është se s'më pëlqejnë kështu. Po ja, kaq fiks, kaq. Po ja kështu. Kështu duken dhe vetullat e mia të laminuara, kështu do të duken për deri në 3 javë, vetëm me këtë paketimin këtu që mund të bëni dhe vetullat dhe qerpikët laminim.